Kjo është e tretë që unë përmbytim. 10 milion lekë kam shpenzu në janar, se ranë komplet të vatimet. U hëq ajo plaka komplet doli sipër. E shkadrova. I mora pa atë borç, jam hala ke firma borç. Dhe sa herë jeni dëm shpërblyer gjatë kësaj? Asnjëherë. Erën gjithë ministri, ja kam thënë zotë ministër, këtë se vinë, bëjnë shoh, se po kemi ardhur me të ndihmu. Jo mu, me ndihmu komitetin. Ajo ministër mbrojtje. Ai ka për luftë, për mbrojt shtetin nga afilërore, do të kam ardhur me tap kanalet. Mbrëm si e kaluat? Mbrëm kam shku ke kolishenca, kam qu atje, ftofët ja kështu ku mbra. Me di badania, as grofe as qenë. Sa veta jeni në? 2 veta, unë me grunë. Vetëm me Ju e grunë. kalut natën atje? Pa që ku qkoj? Sot jeni kthyer në shtëpi? Në orë 5 kam martu. Si e gjetët, ishte niveli ujë pak më pak? Është niveli ujë është një gjysmë metë më poshtë. A është me ujë komplet. Ai kryetari i bashki i komunës, do mu je poshti. Ka 10 vjet që u bë kërkesa për të hap kanalizim këtu. Tu s'ka kanalizim. Si është situata brenda në shtëpi? Det. Deri ku ka arritur niveli ujit? Deri 6 cm brenda shtëpi. Ku e kaluat natën? Për jashtë. Për miq, ku kemi pasur. Sot si paraqitet situata tani që po e largoni, duket pak më mirë? Po ça mirë, si kënujtja s'miq është. Kjo nuk është hera e parë që banorët e kësaj zone përmbyten. Disa ta herë. Dhe dëmet që Njërë 2-3 muaj këta avas kemi që bjeshin. Sa mendoni se mund të jetë dëmi aktualisht? Shtëpia komplet, ka di parë. Komplet. Çfarë kërkoni? Ndim, çfarë kërkojmë? Pak të bëjnë zgjidhje për ujin, se gjatë tjetër na mbajnë krahas dum, jo. Sot ata thonë se do bien shi prap një avas, por ne po qenë kështu i bie se mbytëm të jetën kështu. Dhe nuk është hera e parë që përmbyteni. Jo, se era 4 tani. Po 6 muaj jemi mbytur 4 herë tani për momentin. Nuk e di 6 muaj. Po damë sa duhet, me lavatriçe, me divan, me ndjerë gjesa për jashtë, se nuk bëjnë me lavatriçe, frigorifer, ta janë kundra bufe jashtë përdorimit, nuk dim ç'a të bëjmë, nuk është pa besueshme kjo gjë. Besoni se do të merrni dëm shpërblim nga shteti me që janë ngritur dhe grupe verifikimi? Po i sallat na ndihmoj se veneve njësh jemi, ç'a të bëjmë? Herën e shkuar e morët dëm shpërblim për mbytjet që patët? Jo, nuk kemi bërë gjitha letrat, i kemi bërë ato dhe ku vjen fundi asnjë gjë s'na thënë. Thirrë i lutëm shtetit na ndihmojnë, pastrojnë kanalizimet, tash se po qet se kështu del shtëpia jashtë përdorimit. Mobile pa, frigorifer pa, lavatriçe pa, divane pa. Këtë zosh nuk mund të thonë 10 milion lekë dom. Mo të 10 milion, kemi 10 milion. Atë shteti o 3 heq më në rreni. Gjënja më katastrofë. U bon 30 vjet që jetoj këtu, s'maj më në herë si kësa rallën. Arsyet, nuk e di. Erdhi dikush nga autoritetet kryetari? Absolutisht, pra unë ato po dal këtu, kam njoftu edhe tam, emergjenca civile këta, absolutisht asnjë. Çfarë ju thanë kur i kontaktuat? As gjë, prit se do vim, më thanë, po. Vesh me po batin. Unë s'kam pa as komunës, as kuzhanës. Unë kam kërku komision pa u përmjës tash, para 2 javësh. Hajde verifikonin shtëpinë, gjendjen e shtëpisë time, nëse s'është reale, po, ndërsa dikush që ka hi pik ujë, ka mosh 7 milion lekë. Po, në ato i di me emra, se të kujt janë, kush përfaqësues janë. Të kujt janë ata? Partisë Socialiste, drejtues të Partisë Socialiste. Që ke komuna, kryetar komune e me radhë, e që ke bashkia. I bëjnë listat selektive. Nuk është se bëjnë, hajde verifikoj damin, unë s'kërkit as favore, asa më vlerëso damin, po ke në rregull.